Unë paka shumë i kanë ndjekur gjitha reforma arsimore, duke filluar që nga reforma e 46, reforma e 52-shit, e me radhë. Kalimi i Shqipërisë nga një vend socialist, diktatur, në një vend demokratik, që një fitore shumë e madhe, që në fundit nga pluralizmi politik ka fituar dhe pluralizmi kulturor arsimor, por e keqja tek ne, sepse duke kaluar me shpejtësi, ne si punatit ushtarit në betej, që në vend të marrin shpatën, haron veshen, haron këpucën, nuk e ndjen se si ikën jeta. Se në fundit, jeta është një përrua. Një përrua që merë, rend, mërmëzon, gurgullon, edhe në fundit të gjithë përrejnë derdhe në det. Po varet se cili e qonë më të kulluar ujë në det, cili e qonë të tërbulluar ose nuk shon fare. Gjithmonë mu Artur më ka shqetësuar mendimi që veriu i pasur në legjenda, i pasur në epik, i pasur në balada, eposi kreshtikve që ka studior Ismail Katareja, te ka autobiografie e popullit të Vargja me aq thellësi, ke nga e Gjergj Elisalis, ke nga e Gajmerit, se edhe po të sjellin pa fund. Po kjo zona jonë, mendoja unë. Zona jonë ka dhe do të ketë shumë. Por ishte, si të thush, ndoshta dhe neglizhenca e kohës, që anonte më shumë studimi këtej nga veriu, kurse nga kjo brejtje ndërgjegje shkencore, unë arrita në konkluzionin që edhe ne kemi të tilla legjenda. A nuk është legjendë çështja e bukurosjes muzikës në Strumb?